Në emër të familjes sonë, ju shprehim falënderimin dhe mirënjohjen më të thellë për respektin, nderimin dhe fjalët e mira që sot janë kushtuar babit tonë. Prania juaj këtu është dëshmi e dashurisë dhe vlerësimit që ai ka gëzuar gjatë gjithë jetës së tij. Sot nuk jemi mbledhur vetëm për të kujtuar një akademik, një profesor apo një udhëheqës institucional. Sot kujtojmë një njeri që jetën e tij e jetoi me dinjitet, sakrificë dhe shërbim të pandërprerë ndaj dijes, vendit dhe njerëzve. Babi qysh herët që nga mosha 4 vjeçare jeta ja vuri mbi supe barën e rënd të rritjes pa prindër. Ishte një fillim i vështirë, po për babin kjo mungesë u shndrua në forcë. Kjo dhimbje në karakter e kjo vështërsi në vullnet të palëkundur për të ecur përpara. Nga ajo fëmijëri e vështirë, ai ndërtoi themelet e një jete të jashtëzakonshme, duke dëshmuar se njeriu nuk përcaktohet nga rrethanat, por nga forca me të cilat i përballon ato. Qysh herët ai ishte i përcaktuar të jetojë dhe punojë për Kosovën. Këtë dëshmoi qysh në vitin 1973, kur në Universitetin e Zagrebit mbrojti me shumë sukses temën e doktoratës kontribut në përcaktimin e strukturës kimike të substancës organike të qymyrit Kosovës, duke dhënë një kontribut të çmuar në njohjen shkencore të pasurive natyrore të vendit.